Përshëndetje miq të Onovos, ja ku jemi sot në podcastin ton të radhës. Kam të ftuar kë do të thoni ju, patjetër që dietologen ton Hyrida Basha. Përshëndetje. Përshëndetje Sonja, kënaqësi të jemi bashkë. Më bëhet shumë qefi që jemi sërish bashkë. Sot do të flasim për një temë shumë interesante, por pak të përfolur, e cila është hemoroide dhe çfarë i shkakton ato. Shumë njerëz i kanë këto lloj problematikash, por ndoshta edhe nga sikleti nuk i diskutojnë. Kështu që ne prandaj jemi këtu për të bërë disa pyetje dhe përgjigje për personat që vuajnë nga kjo lloj problematike. Le ta nisim nga e para si fillimi Hyrida, çfarë janë hemoroidet? Atëherë, le ta shpjegojmë ku ndodhen si fillim. Zora e trash përfundon me rektumin dhe vrimën anale ose anusin. Pikërisht në këtë zonë ekzistojnë disa vena të cilat kontrollojnë jashitjen. Por në raste të caktuara ato mund të fryen apo mund të zgjerohen duke krijuar diskomfort, pra pareati, qoftë ndjesi të kruarit, djegje apo edhe një lloj rendese apo peshe dhe kryesisht ndjehet kur ulemi. Kjo hemoroidja krijohet pikërisht në raste të caktuara. Për shkak mund të jetë shtatzania, mund të jetë obeziteti, mund të jetë keq ushqyerja, mund të jetë genetike, por gjithsesi mbetet një lloj mikroqarkullimi i këtyre venave, të cilat e kontrollojnë jashitjen, por në varësi të faktorëve që shkaktojnë zgjerimin e tyre, mund të pësojnë ndonjëherë edhe çarje dhe në fakt bëhet e rrezikshme. Ndaj është mirë që të kapen në kohën e dur dhe të mos kenë turp njerëzit ta thonë, sepse çdo pjesë e organizmit mund të pësojë probleme dhe për secilën duhet të kujdesemi në mënyrë që asgjë të mos shkojë pastaj zinxhir, sepse nëse kemi probleme me njërin pjesë të trupit, me shumë gjasa do të vazhdoj të kemi feedback, po themi si ai efekti domino edhe në organe të tjera. Ndaj është shumë e rëndësishme të mos kemi turp, kjo është e para, s'ka turp. Si shkaktohen hemoroidet Hyrid? Por mund të jetë ushqyerja e gabuar, mungesa e stilit të jetesës, mbi pesha, sforcimi, pra kapslëku zakonisht i sforcon këto enët e gjakut rreth rektumit edhe anusit, duke e shkaktuar plasaritjen e tyre, ndonjëherë mund të bëhen edhe fisura, pra çarje të zorrës, që ndonjëherë ngatrohen edhe me dhimbjet e hemoroideve, derisa mund të bëjnë edhe prolaps jashtë anusit, edhe ky është një tjetër problem pastaj. Ndaj ushqyerja adekuate, hidratimi, lëvizja, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit, sepse stresi ndikon shumë, janë disa arsye të cilat mund deri diku ta parandalojnë, sepse realisht hemoroidet kanë një tjetër si të themi, kanë shumë faktor, ka shumë arsye që mund ta shkaktojnë, mund të jenë edhe disa medikamente të caktuara që mund të kalojnë në formimin të hemoroideve, mund të jetë edhe kjo, po themi kapslëku që vjen ndoshta nga jashitja e vonuar apo mungesa e fibrave etj. Me radhë, shtatzania është një ndër arsyet e forta, diabetikët, personat diabetik bëjnë shpesh hemoroid, pra ka disa arsye. Tek pjesa, domethënë ka persona që ndoshta vuajnë nga hemoroidet akoma nuk e kuptojnë. Po, mund të ketë, janë ato që konsiderojnë hemoroide të brendshme, të cilat herë japin gjakderjen nga jashitja e fortë, herë mund të mos japin, herë ndjejnë shenja pickimi. Pra si mund ta kuptojmë, le të themi, që kemi hemoroide? Ka diçka që nuk shkon, pra ne kuptojmë që jashitja është pak më e vështirësuar, ka dhimbje në fund të anusit, herë mund të kemi gjakderdhje, sepse ato mund të çahen, kur ulemi mund të na duket një si pengesë, mund të ndodhë që kur ato fryhen shumë mund të jetë një lloj si dhimbje ose sikur pulson, ose mund të ndihet si një peshë e vogël, pra ka shenja të dukshme dhe njerëzit shpejt e kuptojnë që diçka po ndodh me fundin e zorrës dhe aty është momenti vërtet i dur që të takohet mjeku proktolog i cili është enkas për këtë situatë. Të kalojmë te pjesa që na intereson të gjithë dhe mua personalisht, cilat janë disa nga ushqimet që le të themi e shkaktojnë ose i përkeqësojnë hemoroidet? Patjetër, janë ushqime të varfra në fibra, që nuk japin mundësi zorrës që të krijojë një defekim të rregullt, janë ushqime të cilat nuk përmbajnë sasi të larta të natriumit, të kaliumit, të magnezit, që po ashtu rregullojnë permeabilitetin intestinal ose lëvizjen e zorrës dhe përshkruajtësinë e saj. Po është mungesa e ujit, e cili nuk e lejon masën e jashitjes të jetë e butë për të dalë, mungesa e konsumit të suprave apo ushqime të cilat janë edhe pikante mund të ndikojnë përsëri, si dhe patjetër ëmbëlsirat apo pijet e gazuara, pijet energjike, ushqimet të cilat janë fast food, ushqimet e skuqura dhe të riskuqura.
Pra këto ushqime zakonisht e shkaktojnë. Ushqime të cilat gjithmonë shkaktojnë probleme, nuk është që janë vetëm për hemoroidet, por e gjitha kur bëhet një stil jetese, pra sasitë e larta të kriprave po ashtu e krijojnë. Pra nuk po flasim hëngrëm një herë apo hëngrëm dy herë. Ideja është që kur ne bëjmë këtë ushqime si një rutinë dhe pa diskutim, qëndrimi gjatë ulur. Pra, okay. Të doja të pyes, në fakt, me që jemi këtu, a ndikon qëndrimi gjatë ulur ose për orë të gjata në krijimin e hemoroideve, sepse shpesh domethënë shumica ne jemi në zyra, në punë dhe do jemi ulur. Patjetër, po, qëndrimi ulur për një kohë të gjatë e zhvillon mundësinë për të krijuar hemoroid, si pasojë presionit që mund të krijon në këto vena, ndaj në këto 8 orë punë, sepse unë arrit ta kuptoj të gjithë kanë mundësi të bëjnë ecje etj. Në këto 8 orë punë të paktën të ngrihen, të bëjnë disa lëvizje tek vendi, tek ku e kanë vendin e punës, të bëjnë një ecje nëpër korridore, në mënyrë që her pas here të vendosin qarkullimin normal. Dhe pastaj, nëse është e mundur mbas punës, të ecin në këmbë të paktën 30-45 minuta. Në këtë rast ndihmojnë deri diku edhe rënje në peshë. Kështu që patjetër që po, sepse dhe vetë mbi peshë, po, patjetër, dhe vetë mbi peshë ndikon në formimin e hemoroideve. Kështu që mirë është që lëvizja ka gjithmonë kohë nëse ne duam. Folëm pak për tek pjesa e ushqimeve që përkeqësojnë dhe duam ndalem pak tek ushqimet pikante. Nuk e di pse ka dalë edhe kjo, le të themi që ushqimet pikante të bëjnë mirë për organizmin. Si funksionon kjo? Është shumë e vërtetë që ushqimet pikante të bëjnë mirë për organizmin. Pra nëse ne flasim këtu për piperin e kuq, djegës, specin e kuq, ai përmban një element që quhet kapsaicin, shumë i rëndësishëm për shëndetin kardiovaskular, për rregullimin e fluksit të gjakut, po ashtu edhe është një formë antioksiduese shumë i fortë, antikancerogjene etj. Problemi qëndron që kur ne e teprojmë me sasinë e këtyre ushqimeve, sigurisht do të ndikojnë në zor. Ndaj edhe këtu gjithmonë është sasia që ne duhet të konsumojmë dhe kur flasim për ushqime pikante, gjithmonë i referohemi formave natyrale. Pra në këtë formë, jo ndoshta këto të industrializuar, të cilat kanë ndoshta dhe aditiv, ndoshta dhe ngjyrues, apo përzierje të elementeve të cilët janë dëm për organizmin. Kur flasim pastaj për ushqime pikante, një ndër to është edhe ai që përmenda, sigurisht që duhet ruajtur ose duhet kufizuar sasia apo frekuenca javore në mënyrë që mund të mos na shkaktojë. Por tek personat të cilët kanë gastritin ulcerik, refluksin gastroezofageal apo probleme të Helicobacter, probleme të zorrës e të tjerë, mirë është që ta shmangin dhe kryesisht ata që vërtet kanë hemoroid. Për shembull, ullinjt janë një ushqim shumë i shëndetshëm, ne i rekomandojmë, ka sasi të acidit oleik etj. Por kur vjen puna te hemoroidet, në sasi të tepërta mund të na ndikojë keq dhe mund të zhvillojnë. Dhe madje nëse na dëgjon një pjesë e audiencës që vuan, mund të thotë po, e vërtet, kur ha bukën e misrit, po ashtu, është shumë e shëndetshme, por kur vjen puna tek hemoroidet, mund ta ngacmoj. Pra ka disa ushqime që futen dhe kategorizohen tek të shëndetshmet, por nëse nuk ruajmë sasinë, mund të na shkaktojë djafra. Pra çdo gjë me sasi të tepruar, le të themi që e shkakton. Po disa ushqime që e lehtësojnë pjesën e hemoroideve? Po, fruta, perimet dhe hidratimi. Ne në fakt kemi nevojë për 25-30 gram fibra gjatë ditës. Dhe këto merren nga frutat, perimet dhe nga frutat arror dhe patjetër dhe nga drithrat integral. Dhe nëse ne bëjmë një pjatë të balancuar ku i kemi dhe karbohidratet e komplekse dhe perimet dhe frutat dhe yndyrnat e shëndetshme dhe proteinën, patjetër që zorra do të jetë më e shëndetshme. Dhe sigurisht që një faktor më pak do të kemi për të krijuar hemoroidet. Kjo nuk do të thotë se nëse ne ushqemi kështu nuk do të kemi fare hemoroide, sepse thash ka shumë faktor. Por çfarë kemi ne në dorë, stilin ton të jetesës. Patjetër dhe gjumi, cilësia e gjumit ndikon shumë sepse është një lloj presioni, le ta quajmë. Kështu që të gjithë faktorët dhe ose le të them të gjithë ushqimet që përmbajnë sasitë e larta të ujit, kastraveci, piepri, paktën në sezonin e verës, por edhe tani kemi frutat dhe perimet e stinës që janë të pasura me fibra dhe na ndihmojnë. Shega për shembull është shumë e rëndësishme, por ngrënia me sasi e saj për hir të farave të vogla mund na shkaktojë kapslëk. Konsumi i lartë i hurmave jashtë kufirit mund të na shkaktojë kapslëk. Pra duhet gjithmonë alternuar. Ndaj unë gjithmonë rekomandoj kur konsumoj fruta të stinës ta bashkëshoqëroj me fruta arror. Frutat arror kanë dhe acide yndyrore, por nga ana tjetër kanë dhe sasitë e larta të fibrave, duke ndihmuar zorrën të jetë më fleksibël, më e lëvizshme dhe patjetër ujë, çaj, çajrat na ndihmojnë te mase në të njëjtën kohë dhe mineralizojmë, pra dhe marrim elektrolit, por edhe hidratohemi dhe marrim antioksidant të fuqishëm dhe të rëndësishëm për largimin e toksinave, se praktikisht dhe toksinat janë një arsye përse zorra nuk funksionon. E vërtet themi që nëpërmjet zorrës marrim nutrient, por të mos harrojmë që nëse njerëzit kanë një zorë të dëmtuar në brendësinë e saj, mund të marrin dhe toksinat. Dhe ëmbëlsira vërtet është organe që nëpërmjet fazave 1 dhe 2 mund të
përpunoj dhe të largoj toksinat, por ama nëse dhe ajo është e lodhur në një farë forme, duhet edhe, si të themi, mbështetur apo updateuar me risi në ushqime. Ne nuk duhet të ham një ushqim të caktuar, prandaj përdor fjalën update. Në kuptimin që duhet të përditësojmë dhe të rinovojmë ushqyerjen tonë duke filluar këtu me laktobacile, pra nëpërmjet kosit, kefirit, kombucha është shumë e rëndësishme, duhet patjetër ndihmuar procesi i detoksifikimit edhe nëpërmjet turshive, por gjithmonë këtu kujdes me kripën. Duhet marrë patjetër ndonjë probiotik nëse është e nevojshme për të mbështetur sistemi gastrointestinal nëpërmjet probiotikëve, se ndoshta ushqyera ende nuk po jep, por ndonjë suplement i cili mund të mbështesë deri diku shëndetin e mëçisë, kundër ne kemi përmendur shumë herë bashkë deep cleansi, i cili ndoshta jo drejt për drejt në hemoroide mund të ndikojë, por nëse ndihmojmë të pastrimin e zorës, tretjes e tjera me radhë, do të na lehtësoj deri diku mundësinë. Por ama ajo çfarë duat praktikisht të them është se jo çdo gjë që po themi është a priori. Pra, vërtet ne mund të bëjmë ecje, mund të konsumojmë ujë, mund të bëjmë aktivitet fizik, nuk jemi ulur, hamë shëndetshëm etj. Me radhë, hemoroidet mund të shkaktohen. Mund të parandalohen, por jo domosdoshmërisht. Pra, nëse është rasti i agravuar, ku gjakderdhja është e shpeshtë, jashtëqitja është gjithkohës e sforcuar, dhimbjet janë të mëdha, bëjnë trajtime mjekësore? Absolutisht duhet të bëjnë mjekimin e duhur dhe nëse është e nevojshme edhe ndërhyrjen, sepse thash hemoroidet mund të jenë një fjalë, por pasojat që mund të lënë në organizëm janë shumë të mëdha. Deri në çfarë faze, le të themi, duhet jetë personi për të bërë ndërhyrjen? Sepse mendoj që duhet jetë në një fazë shumë të agravuar që gjithë qëllimi është të mos lejohet të shkohet në një fazë të agravuar. Sapo e ka parë situatën, duhet të filloj të shmangi disa gjëra, alkoolin, duanin, të filloj aktivitetin, ushqimet pikante, me pak fibra, junk food, pra gjitha këto duhet i bëj. Por kur e shef që dhe veprimi i këtyre, ose le të themi dhe largimi i këtyre ende nuk po funksionon, atëherë është koha për të takuar me një specialist. Madje që në fillesa unë mendoj që është koha e dur për të takuar me një specialist dhe ai pastaj sugjeron nëse, okay, nëpërmjet një regjimi të balancuar, sepse ndoshta deri tani ke abuzuar, mund përmirësohet situata, apo nëse vërtet kanë një nevojë për ndoshta edhe kombinim të dietoterapisë dhe medikamenteve, apo në rastin më të agravuar pastaj që duhet interventi kirurgjikal, pas të cilit patjetër duhet patur kujdes me ushqyerjen. Në paktën mjeku proktolog, edhe nga eksperjenca ime, por edhe nga pacientët që më vinë, gjithmonë e rekomandon. Paktën me keshat e mia që i kam mjekë proktologi, gjithmonë thonë Ylja, më duhet asistent sepse kam një pacient që u intervenua, por në fakt ka nevojë për mbështetje. Dhe dietoterapia është gjithmonë një mbështetje e mirë për këta individ. Rita, dua të bëj një pyetje, nuk e di sa e vërtet është, por thjesht dua të tregoj një situatë. Një afërmia ime domethënë ka vuajtur nga kjo problematikë që ka qenë hemoroidet dhe tha që ndoshta një ndër arsyet që i kishin shkaktuar ose përkeqësuar ishte aktiviteti por i tepërt fizik me pesha. Po, e vërtet është. A ndikon kjo gjë? Po. Edhe unë e rekomandoj shpesh tek njerëzit që më vinë që thonë a duhet bëjmë aktivitet fizik dhe një ndër to i them pa lodhur trupin. Në momentin që trupi jep reagime, dhimbje të muskujve, ngërçe, dhimbje të shpinës, mesit, të tjera me radhë, ky ushtrim nuk është më për ty. Dhe po, një arsye për të formuar hemoroidet është dhe sforcoja fizike. Personat të cilët ngren pesha që punojnë në ndërtim apo transportojnë mallra, e kështu me radhë mund të krijojnë hemoroide dhe patjetër dhe vajzat apo djemt që bëjnë aktivitet me pesha të larta, zakonisht mbi dyfishin e peshës së tyre, sigurisht është një presion që ti ja vendos këtyre venave dhe do të bëjnë zgjerimin e tyre deri formimin e hemoroideve. Kështu që unë nuk e kam rekomanduar kur për asnjë arsye dhe aq më tepër për hemoroidet bërjen e aktivitetit të sforcuar. Trupi ka një kapacitet në cilin toleron, atë duhet të respektojmë. Sepse ideja është që okay, ti patjetër që duhet aktiviteti fizik që të bësh edhe pak ecje, mos trish gjithkohës ulur, por që dhe të dish se si ta bësh, mendoj që është e rëndësishme. Një ndër pyetjet tjera që dua të bëj është që e kapëm pak më përpara për pjesën e kapslëkut. Si ndikon kapslëku drejt për drejt, le të themi, te hemoroidet, pra përveç pjesës së tretjes së zorës, si ndikon, çfarë i shkakton njeriu dhe trupit? Po, patjetër. E para kapslëku është qëndrimi gjatë i masës thatë ose të panevojshme në zorën tonë. Dhe sa më gjatë të qëndrojë aty, pra sa më larg në frekuencat e jashtëqisë individit,
aq më shumë mundësi ka trupi, pra jo në favorin ton, të thith toksina, sepse ajo është një masë që qëndron aty, zona kaftë sipërfaqëse dhe çfarë do bëj, do të marri përsëri lëndë të cilat nuk janë të nevojshme dhe trupi përgatitet për të dalë. Dhe veç kësaj, kur ajo zbret në momentin që duhet të jashtëqisim, sigurisht gërvish paretet e zorrës dhe patjetër paretet e rektumit dhe të anusit. Dhe i krijon presion këtyre venave, të cilat ndonjëherë edhe mund të plasariten. Dhe shumë njerëz kur kanë jashtëqitje të sforcuar, kryesisht formojnë hemoroid, por nga ana tjetër mund të shoqërohet me gjakderdhje. Kështu që prandaj themi gjithmonë që përpiquni të hidratoheni, të konsumoni farat e lirit, farat e chias, zakonisht të lëna në ujë, në qumësht apo në kos, ato krijojnë një masë gjelatinore. Unë gjithmonë i rekomandoj në mëngjes para vaktit të mëngjesit, pak ujë me fara chia, të vendosura që nga darkë, që ndihmojnë shpesh për pjesën e jashtëqitjes. Apo të rëshëra e vendosur, apo diçka, një lloj fibre, që të mund ta ndihmojë zorrën të zhvishet, pra të pastrohet që në mëngjes nga këto toksina. Do të bëj një pyetje sepse këtë që përmendë për pjesën e faraçijat që duhet lënë një ditë para. Unë e kam parë shumë shpesh këtë gjë. Pse duhet i lëm pak të një natë para, le të themi? Po, ne kemi çfarë ndodh kur i lëm pak më gjatë? Po, kemi fibra të tretshme dhe fibra të patretshme. Në fakt fibrat janë një nën produkt i karbohidrateve që realisht nuk treten, në sensin që nuk ofrojnë kalori, ofrojnë rreth 2 kalori për gram që është e papërfillshme, por gjithsesi nuk treten në konceptin e një makronutrienti. Pra nuk shpërbashkohen, por kanë aftësi të ndihmojnë ose le të themi të ndihmojnë mirë tash jashtëqitjen nëpërmjet thithjes të ujit që konsiderohen fibra të tretshme dhe mungesës së thithjes së ujit që konsiderohen fibra të patretshme. Kur ne i konsumojmë në vlera të duhura, pra si nëpërmjet farave chia, nëpërmjet fibrave që kanë bishtajoret, perimet, dritrat e të tjera me radhë, ne marrim dhe fibra të tretshme dhe të patretshme dhe krijojmë një masë të thatë, por të lehtë për t'u jashtëqitur. Ndërkohë farat e chias në ujë apo në kos apo në një lëng tjetër krijojnë një masë xheli, nëse e vëni si fluck. Ajo flucka duke krijuar këtë masën xhelatinore e ndihmon zorrën që nëpërmjet lëvizjes së saj, si e kemi parasysh si krimbi e kemi vendosur si krimi i mëndafshit, çfarë bën? Në këtë lloj forme bashkë me jashtëqitjen merr edhe pastron edhe muret. Dhe përveç kësaj duke qenë xhelatinore e ka më të thjeshtë për ta bërë më të zbutur jashtëqitjen apo më të rrëshqitshme, si mund ta quajmë në këtë lloj forme. Çfarë do të ishte një këshill hyri që ti do t'ju sugjeroj njerëzve për të parandaluar, le të themi, hemoroidet? Së pari vënia re e stilit jetesës që po bëjnë së fundmi. Pra, nëse po shohin që ushqimet janë shumë pikante, aktiviteti po mungon, mungesa e lëngjeve është, alkool po pihet e tjera me radhë, të fillojnë të bëjnë kujdes me këtë gjë. Por nëse shohin që situata është pak më e rënduar se sa kaq, mund të kemi histori familjare, e të tjerë është mirë të takohet mjeku, por gjithsesi e takojmë apo jo mjekun, stili jetesës është i parë që duhet ndryshuar. Kështu që më shumë vëmendje mbi çfarë organizmi po na thot dhe të hiqet kompleksi turpit sepse e dëgjoj shumë. Ne kemi goxha klientë që na pyesin, por që mendojnë 2-3 herë le të themi përpara se të pyesin. Mendoj që nuk ka asnjë gjë të keqe sepse njerëz jemi dhe problematikat janë të ndryshme dhe duhet që gjithë le të themi të kemi atë patjetër të jemi të hapur për të diskutuar problemin sepse ndryshe nuk kemi si ta marrim zgjidhjen. Unë them gjithmonë, a kemi turp të shkojmë te okulisti? Jo. Atëherë pse duhet kemi turp të shkojmë këtu? Pra është për sa kohë ekziston një deg e mjekësisë që merret me këtë pjesë. Për sa kohë është pjesë e trupit ton, nuk ka asnjë turp, po edhe higjiena, të mos harrojmë higjienën në fakt. Po, duhet ta cekim pak këtë pjesën e higjienën sepse ne folëm për faktorët e tjerë që janë ushqyerja e tjerë, por të mos harrojmë që higjiena nuk është vetëm për parandalim të hemoroides, por për parandalim të infeksioneve të cilat mund të përhapen nga mungesa e higjienës së zonës anale. A është ngjitse pjesa e hemoroideve apo nuk ka lidhje? Jo, nuk është ngjitse absolutisht. Kur themi e trashëguar, në kupton faktin që mund ta kem pasur një paraardhësi, paraardhësi dhe në faktor genetik mund ta trashëgojmë, por jo, nuk mund të jetë ngjitse. Por mund të jenë parazitët ngjitës, mund të jetë një tjetër infeksion që vjen nëpërmjet jashtëqitjes dhe pastaj duke qenë që është shumë e afërt zona genitale me zonën anale, mund të transportojmë edhe mikrobe, ndaj është e rëndësishme që higjiena të jetë për të dyja pjesët e veçuar dhe me shumë rëndësi. Por gjithmonë me ingredientët e duhur që ruajnë pH-in, që janë të pranueshëm dhe të asimilueshëm për trupin, mos kenë parabent, mos kenë ftalate. Se është rëndësishme dhe si kujdesemi për pjesën e higjienës intime, sepse ka shumë që ende le të themi se vjen dhe për të qeshur, por përdorin sapun ose kam dëgjuar edhe deodorant. Kjo ka qenë domethënë vetëm për aromatizim ndërkohë nuk e di. Por që le të themi që është shumë e rëndësishme pjesa e higjienës. Dhe një pyetje të fundit do ta bëja Hyrit, folëm për pjesën e pagjumësisë, por dua ta cek këtë sepse mendoj që
Stresi është një ndër shkaktar për çdo lloj sëmundje ose çdo lloj problematike. Si ndikon stresi ose ndikon dhe stresi këtu tek hemoroidet? Është shumë ndikues stresi, sepse në fund të ditës, në momentin që ne kemi stres, kemi presion. Dhe në momentin që kemi presion, pa diskutim që do të kemi dhe pengesë të jashtëshitjes. Domethënë, këtu dalim apo nuk dalim përsëri, këtu duam apo nuk duam, dalim përsëri tek fakti që zorra e di më mirë se sa truri. Dhe pikërisht kur një zorr është e inflamuar, është e lodhur, është e dëmtuar, është me parazit, është me toksina etj, sigurisht që do të kemi stres, por nga ana tjetër dhe vetë stresi do ndikojë drejt për drejt në shëndetin e zorrës dhe patjetër pastaj edhe në formimin e hemoroideve. Dhe shumë njerëz referojnë situata të stresit, po jam në një situatë stresi aktualisht. Pra, zakonisht kur bëhet anamneza, qoftë këtu tek unë te dietologu, por edhe në mjek pyetet po stresi, dhe thon po jam duke kaluar një periudhë stresante. Që është një ndër pyetjet që u bëhet. Sigurisht, patjetër që po, siç edhe ka medikamente, qoftë antidepresantët janë kryesisht ata që japin, por ka dhe medikamente të tjera që mund të shkaktojnë hemoroid. Shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit tonë edhe bashkë do të shihemi në podcastet e radhës. Bye.